Falënderimi dhe lavdimi takon vetëm Allahu xhalleshanuhu, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet dhe salavatet më të përzemërta ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin e ibadetit, muajin e solidaritetit, muajin e ndryshimit dhe muajin e reflektimit. Shfrytëzoj këtë rast që t'ju uroj këtë muaj të bekuar e të lusë Allahun xhalleshanuhu që të pranoj prej neve të gjitha ibadetet dhe gjithë mundin tonë që e japëm për hir të Allahut xhalleshanuhu. Historia jonë islame është e mbushur me tregime të shumta, të cilat neve na japin shpresë, të cilat tregime neve na thonë që në qoftë se ne do të bashkohemi dhe do të mundohemi për të mirën e shoqërisë islame, për të mirën e familjeve tona, asnjëherë nuk do të mungoj ndihma e Allahut xhalleshanuhu dhe si rezultat i kësaj asnjëherë nuk do të mungoj sukseset e nuk do të mungoj ndryshimi për të mirë i të gjithë shoqërisë islame. I tillë është tregimi për ezanin, se si erdhi që ky ezan që ne dëgjojmë 5 herë në ditë të jetë me këtë tekst që ne e dëgjojmë. Tregohet që kur pejgamberi alayhis salam u shpërngul në qytetin e Medinës, kur shokët e tij bashkë me pejgamberin alayhis salam u qetësuan në këtë qytet të ndritshëm të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, filluan që ta jetojnë islamin në lirshëm, por ju doli një problem për thirrjen e njerëzve në qetësinë shpirtërore, gjithsesi për thirrjen e njerëzve për të përgjigjur që të falin namaz me xhamat, apo për të kuptuar ato se koha e namazit ka hir. Kështu ato vazhdimisht tuboheshin në tubime tek pejgamberi alayhis salam në prezencë të cilit ata jepnin mendime të ndryshme. Dikush tha të përdorim një këmban, ashtu siç e përdorin të krishterët. Dikush tha të përdorim një bori, ashtu siç bëjnë jehudët. Mirë po pasuesit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të këtij pejgamberi të fundit, nuk ishin dakord që të ndjekin thirrjen e të tjerëve, të ndjekin thirrjen e feve të tjera. Donin që thirrja për në qetësinë shpirtërore të mbetet simbol dhe veçori e vetëm të ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në takime të vazhdueshme me pejgamberin alayhis salam, gjithashtu ndodhi një takim tjetër kur nuk u vendos diçka konkrete rreth këtij problemi, rreth kësaj brenge të mbarë shoqërisë islame. Omeri u ngrit dhe tha: "Çoni dikë që t'i thirrë njerëzit për namaz." Omeri radiallahu anhu tha vetëm këtë, e pejgamberi alayhis salam i tha Bilalit: "O Bilal, çohu dhe thirri njerëzit për namaz." U ngrit Bilali dhe ecte rrugëve të Medinës duke thënë fjalën es-salah, es-salah, që do të thotë namazi, namazi. Vetëm me këtë thjeshtësi thirreshin njerëzit për namaz dhe kështu vazhdoi për një farë kohe. Mirë po edhe kjo thirrje sikur filloi të vi e rënd besimtarve ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në një takim me pejgamberin alayhis salam, dikush solli një mendim tjetër. Tha: "Po sikur të ngrisëm një flamur dhe kur besimtarët të shohën flamurin, të kuptojnë se ka hir koha e namazit dhe të lajmërojnë njëri tjetrin dhe kështu do të vinë për të falur namazin me xhamat." Kjo vërtet që ishte një ide që nuk u përngjasonte feve të tjera, mirë po realizimi i saj shumë i rënd, andaj edhe kjo ide nuk u pranua. Nga ky takim që erdhi dikush me idenë e ngritjes së një flamuri, u ndan nga pejgamberi alayhis salam, si zakonisht, u ndan të brengosur e të mërzitur me atë gjë që ishte i brengosur dhe i mërzitur pejgamberi alayhis salam, që të gjejnë një formë si të thirrin njerëzit për namazin me xhamat. I veçantë në këtë gjendje ishte Abdullah ibn Zeidi radiallahu anhu, i cili u kthie në shtëpinë e tij, por gjithnjë mendonte gjendjen me të cilën e la pejgamberin alayhis salam, gjendje e menduar por me shpresë. Tregohet të shpresa tek pejgamberi alayhis salam sepse ai nuk solli asnjë ide të tij, nuk dha asnjë supozim, sikur pejgamberi alayhis salam pritte që vet ummeti i tij, vet shokët e tij të zgjedhën formën me të cilën më pas do të thirren për në qetësinë shpirtërore, do të thirren për namaz, për të falur namaz me xhamat bashkë me pejgamberin alayhis salam.
Ai shkoi në shtëpinë e tij në këtë gjendje dhe kur familjarët e tij e thirrën për të hëngrë darkë në atë natë, ai u tha atyre se kam parë gjendjen shumë të brengosur të pejgamberit alayhis salam, andaj nuk më hahet asgjë. Shkoi menjëherë dhe ra për të pushuar. Kjo gjendje e tij ishte e lëvduar dhe nderuar tek Allahu xhalleshanuhu, sepse Allahu xhalleshanuhu pas kësaj gjendje solli zgjidhjen e këtij problemi që do të qetësonte shpirtrat e të gjithë besimtarëve musliman. I doli gjumi para kohës së namazit të sabahut, dukej sikur zemra Abdullah ibn Zeidit radiallahu anhu do të dilte nga vendi nga gëzimi të asaj që kishte parë në ëndër. Me shpejtësi u drejtua për të shkuar tek xhamia, për të shkuar tek pejgamberi alayhis salam. Sa e takoi pejgamberin alayhis salam me një entuziazëm të pashoq, ja tregoi ëndrrën që kishte parë. I tha: "O i dërguar i Zotit, pash në ëndër një njeri i cili mbante në dorën e tij një këmban, dhe i thash: O i rob i Zotit, a nuk ma shet këtë këmban?" Edhe ai më tha: "Për çfarë të duhet kjo këmban?" Tha: "Do t'i thrasim njerëzit, do t'i thrasim besimtarët për të falur namaz." Tha: "A don të lajmëroj për diçka që është më e mirë se kjo?" Tha: "Sigurisht, më lajmëro për diçka që është më e mirë se kjo." Tha: "Më e mirë se kjo është ezani", dhe ja tregoi tekstin e ezanit në ëndër. Dhe pastaj ky sahab i ndershëm ja tregoi tekstin e ezanit që ne sot e njohim, ja tregoi pejgamberit alayhis salam. Në këtë gjendje e veçantë është se si pejgamberi alayhis salam me një qetësi të pashoq, me një buzëqeshje të kohpaskohshme e dëgjonte rrëfimin e Abdullah ibn Zeidit radiallahu anhu për ëndrrën që kishte parë. Kjo pamje e pejgamberit alayhis salam tregonte se sikur pejgamberi alayhis salam i priste këto fjalë të vinin nga Abdullah ibn Zeidi radiallahu anhu. Me njëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "Vërtet kjo është ëndër prej ëndrave të vërteta." Andaj me njëherë shko dhe mësoja këto fjalë Bilalit: "Le t'i thirr njerëzit me këto fjalë për namaz, sepse zëri i tij është më kumbues, është më i fuqishëm dhe është zë më i ëmbël." Kështu ndodhi, ja mësoi Bilalit ezanin dhe sapo filloi që të jehoi ezani për herë të parë në qytetin e ndritshëm të pejgamberit alayhis salam, Omeri radiallahu anhu, i cili ishte në shtëpinë e tij, u rënqeth dhe ki njëjt filloi të vrapoj drejt xhamisë së pejgamberit alayhis salam. Thuhet që Omeri radiallahu anhu, duke vrapuar, rregullonte teshën e tij që me shpejtësi të arrit tek pejgamberi alayhis salam. Sa arriti tek pejgamberi alayhis salam i tha: "Këto fjalë që i dëgjoj që na thirrin për namaz, janë fjalë që më shfaqen mua në ëndër se duhet të jetë thirrja jon, se si do t'i thirrim njerëzit për të ardhur në namaz." Edhe Omerit radiallahu anhu, pejgamberi alayhis salam ja pranoi se kjo është ëndër e vërtet dhe kështu do të jetë thirrja e besimtarëve. Kështu të nderuar besimtar, të nderuar vëllezër dhe motra, kështu u vendos ezani që të jetë simbol që do të veçojë besimtarët musliman, umetin e pejgamberit alayhis salam, këtij pejgamberit të fundit do të veçojë nga të gjithë umetet e tjera. Kështu ne ku dëgjojmë ezanin, ku shohëm minare, kuptojmë se në atë vend muslimanët e jetojnë lirshëm islamin e tyre. Ajo që neve na bën të flasëm në këto ditë Ramazani për formën se si erdhi ezani, është për faktin se nga kjo formë se si erdhi ezani dalën mësime të shumta për ne sot. Mësimi që do të kisha vërquar për të përmendur është se sa herë që ne të bashkohemi me njëri tjetrin, të japëm ide, të japëm sinqeritet, nga sinqeriteti jon, nuk do të mungoj asnjëherë zgjidhja e nuk do të mungoj asnjëherë ndihma nga Allahu xhalleshanuhu. Gjë tjetër që e bën të veçantë dhe që duhet të mendojmë rreth kësaj zgjidhje, rreth kësaj mënyre se si vjen zgjidhja nga Allahu xhalleshanuhu, është sinqeriteti dhe përkushtimi i plot ndaj punëve të cilat i marrën për obligim. Abdullah ibn Zeidi radiallahu anhu nuk ishte thjesht kurios, ai ishte përfshirë me të gjithë zemrën, trupin dhe shpirtin e tij, me të gjithë qenien e tij, ishte përfshirë në zgjedhjen e këtij problemi. Neve na mbetet që të pyesëm veten tonë, a ka ndodhur që të flejmë, të bijem të flejmë me ndonjë breng të shoqërisë sonë, si të ndryshojmë për të mirë? Nëse jo për të gjithë shoqërisë, a ka ndodhur që ne të flejmë dhe të mendojmë se si të ndryshojmë familjen tonë për të mirë, të lusëm Allahun xhalleshanuhu për të ndryshuar qoftë një antarin tonë i cili është larg namazit për ta kthyer Allahu xhalleshanuhu në rrugën e drejtë. Mësimi i fundit që do të përmendi që del nga kjo ndodhi është se ishte sunnet i pejgamberit alayhis salam dhe ishte këshill e pejgamberit alayhis salam që gjithnjë
detyrat t'i marrën njerëzit të cilët janë më kompetent për t'i kryer ato detyra, se në të kundërtën e saj, në hadithe pejgamberi alayhis salam na ka bërë të qartë se kur do t'ju jepen detyra njerëzve të cilët nuk janë kompetent, kjo do t'jetë një prej shenjave të ditës së Kiametit. Të nderuar besimtar, muaj i bekuar i Ramazanit nuk është thjesht vetëm muaj i ibadetit që ne bëjmë agjërimin që bëjmë në ditët e bekuara të muajit të bekuar të Ramazanit. Por muaj i Ramazanit është vërtet muaj i reflektimit, muaj i ndryshimit. Jo rastësisht në këtë muaj kanë ndodhur ekspedita dhe kanë ndodhur lëvizjet më të mëdhaja, më të veçanta në jetën e pejgamberit alayhis salam, këto lëvizje që jo që vetëm krijuan apo vendosën themelet e historisë islame, por këto lëvizje, këto ekspedita ndryshuan edhe historikun e mbar njerëzimit në rrezullin toksor, siç ishte betejë e madhe e Bedrit dhe siç ishte çlirimi i Mekës. Ne në këto ditë të bekuara të muajit të Ramazanit t'i shfrytëzojmë ditët dhe netët e bekuara të muajit të Ramazanit, t'i shfrytëzojmë për të lutur Allahun xhallashanuhu që ta ndryshojë gjendjen tonë për të mirë, të ndryshojë veten, ta ndryshojë neve për të mirë, familjet tona dhe mbar ummetin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, dhe ta dimë se asnjëherë nuk do të jemi larg zgjidhjes në qoftë se ne jemi të sinqertë dhe me lutje ndaj Allahut xhallashanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.